Qëndisja me kryq në kanavac mbetet një nga teknikat më të imta të punimeve artizanale. Neri Pejleri ka dhënë jetë kësaj teknike përmes punimeve të realizuara me modele të përzgjedhura nga fotografi dhe të përkthyera në skema të detajuara përmes kombinimit të ngjyrave dhe durimit të gjatë në realizim. Ka shumë forma të qëllisjes. Një nga është edhe puna kryq, e cila zakonisht punohet në pëlhura që janë me thurje katrore. Dikur kena qëllis shindiletat. Kjo është në kanavac, aty më lidh ideja për portretet. Pra, me pa fotografin, të cilën unë e hodha në një aplikacion në Pixel. Në punimet e saj përdoren fije muline ku çdo nuancë ka rëndësinë e vet. Sa më shumë nuanca të ketë një punim, aq më vështirë është. Aty mund të kesh mbi 5 lloje mulinesh, me nuanca shumë të përafërta me njëra tjetrën. Sa më shumë fije të ketë, aq më kosto kanë. Çdo realizim kërkon nga 1 deri në 3 muaj punë, çka e bën procesin një investim kohe dhe kostoje. Mund ka zgjat një punim deri 3 muaj gjithë verën. Çdo vepër është sfiduese sepse kërkon impenjim, rreth parë, një përqendrim shumë të madh për me realizu ashtu siç duhet, sepse mjafton një nuancë më vendos gabim dhe shëmtohet. Punimet e realizuara me kryq në kanavac dëshmojnë se arti qëndisjes vijon të ruaj vlerën e tij tradicionale, duke u përshtatur me teknikat moderne, duke e kthyer çdo model në një vepër unike, të realizuar me mjeshtri dhe pasion.